Për shëndetje, mi të dashur. Shkojnë me vitin e radhës për Hashim Thaqin, se çfarë interviste ka dhënë 2015 e 2020. Domethënë është totalisht kundër fjalës vet të 2015-s. Edhe e pa dhënë intervistë të ky gazetari serb, unë nuk po ja di janë çish është ky, s'po njoh, po ç'ky është ai gazetari ku ka dhënë intervistën. Qëta shkojna me intervistë, po para se me shkoj intervistën, kush ka mundësi me ma bo subscribe në YouTube, follow në Facebook, në TikTok, ja di shumë falmerës, Zoti i rujt. Shkojna me vitin. Gjithë sërbëve të Kosovës, kudo që jetojnë, në jug apo në veri, se kjo marrëveshje është marrëveshja e cila rezulton edhe nga vullneti i qytetarëve, të gjitha komuniteteve. Por në të njëjtën kohë, ne e njohim kërkesën, ne e njohim vullnetin e tyre që të kenë edhe serbët, që të kenë asociacionin e komuna me shumicë serbe. Apo në gjënë miqë, me 3%, me 5%, 3-5, se dhja sësë për që të dikon, 3-5, 4, s'ka rëndësi, edhe 6 me konë. Kjo fjallim është 2015-ën. Në mund që 2015 kjo for, e ka pranu për asociacion. Edhe tash për të këja më nëzë me qitë Albin Kurtit. Shkojmë. Kërkesa fillimisht e autoritetet të Serbisë ka qenë që të formohen vetëm 4 komuna në veri si asociacion. Ndërsa angazhimi im ka... Dëgjone mirë i lutem. Ata e kanë lipë vetër 4 komuna. Këja ka unë 10. Zemër gjomë. Dëgjone mirë, me vëmendje që më thotë. Që të mos ketë ndarje territoriale, por që të ketë një gjithë përfshirjen që ta komuna me shumicë serbe natyrisht, duke u lënë mundësin në bazë të fituesit më të mëdhenj këtyre. E qysh mos ketë ndarje, po si t'ja bësh asociacionin, a me 5-6 vjetë, 10 vjetë, ka drejt Republikë edhe qikaqet, shka me Serbil. A ke planifiku këta? Jo, me qfarë. Kjo është ajo fjale asaj vështrisë që dhe ke Qabana që banesha. Nuk vjen keq, por ku është atje, inshallah del sot, nesër, sa ma shpejt. Amo që ka bo, dëm që i ka bo Kosovës, të si falen. Jo këti po kërkujna. Që dhe baba jam e konë. Ramit Lija. Djali jam, vlla jam, kushtë që qëftë. I ka bo dëm Kosovës, qyshe lip që është legjet. Sërbet në Kosovë, sepse kemi gjetur një zgjidhje e cila definitivisht krijon një rrethon të re, një rrethon për jetë më të mirë, më të sigurt, më prosperuese, më zhvilluese. Thuhet që ata janë konë, ç'më thon, janë konë keq për neve, na kena keq trajtu. Qaç keq që kanë konë ata në Mitrovicën veriore, sa që ky dul një burë dhe të po dhe që unë një më juve, unë kështu se na kena pas pasakru, kena pas, jo ata neve, po na ata. Shumë me çfarë fjalë fol, burë shteti. Ose dhe një jetë, ku do të mund e veri, vetë atje shkëtarë duhet ta mendojnë asociacioni komunave, kryetarët e komunave, sikur që bëhet në çdo region të Kosovës, ta zgjedhin komandantin e policisë nga shumica e qytetarëve, do të thotë në përkatësi serbe, një njeri që komunikon me qytetarët lokal, që njeh problemet lokale, që është në shërbim të tyre. Po të ja din që asnjëherë s'ka bashkëpunu, sa keni qenë ju, PDK, LDK, AK, asnjëherë Mitrovica e Ri nuk ka bashkëpunu me Mitrovicën. Me Mitrovicë, mirë thash edhe me Prishtinë. Asnjëherë, gjithmonë me Serbi. Harru ta, çto fjalë janë t'juajt. Ju pithoni çto fjalë. Ju i keni dhënë kashtëri, që ata me marrë, domethënë urdha për Serbisë, jo për Kosovës. Kjo s'është normal. Amo, tash, çish me thonë, nëse juve s'u ka interesu Mitrovica, më falni, është diçka tjetër. Po Mitrovica është toke jona. Mitrovica nuk falet. Mitrovica nuk e japëm. Nuk e japëm për do komandonta përfitera.
O, që dhe qofshin ata, deputet, komandanta, ushtar, pa marrë parasysh, Mitrovica nuk shkelet, nuk jepet. U dherë gjak për atë tokat. Gjak. E keni jetë Mitrovica Limbër dhe ke një flamore qitë që mos e qitë dhe ke ashimi se pana Trazoni e blokojnë rrugën. Pse s'u blokojnë sot? Pse është baba këto? Hajtë, pse s'u blokojnë sot? A këtë flamura shqiptarjen. Edhe në komunë, edhe fotografia prezidencës tonë, po jo u qiqit. S'ka më marrë lojën për i Sërbisë, po për Prishtinës së ndërum. Kështu që, për dhe kë, a përshet që sa mrapa henë në Kosovën, Mitrovicën. E këtu më sishtini, këtu do shme shkumi, mi thonë Albin Kurët, Albin në falë lasa, këna ka bu, në regull jem të një mojmë, po jo që po një moni, po ju pepengoni. Plus për thunë i sërbë. Të këqirë me ja riparu gabimet e juve, damet e juve. Shkojna, se ka alo. Ato është policia e Kosovës, është polici shumë etnike. Për të këtë drejtë e masë kush nuk duhet, nuk si ka synimi të me luë, nuk të social. Tash është 2020. Qëtash i ka dalë gjumi, Hashim Thaqet, se çka ka bon 2015. Ju lutëm, dëgjoni në vëmendje. Këtu e tregon, në më thonë atë ingjeroncën e vetë, kundër fjales të vetë, kundër veprimeve të veta, sepse ka harru që ka thonë në 2015. Shkujmë. Që definitivisht është me elemente ekzekutive që në kuptuar Republikë Serbe në Kosovë. Dhe ajo është në fakt kanceri për shtetin e Kosovës. Që tash e ka rënë mend që i thashën do fjallë pak më herët. Tash e ka rënë mend që është Republikë Srpska. A më herë dhe ke po, policia e zgjidhen vetë, bojnë vetë, çka dojnë vetë, na këtu me 3%. Ku e logina me Dveja Presheva? Çfarë drejta kanë atje? A përshë PDK, LDK, AOK, sa do me keni po Kosovës? Në shkon kështu, duhesh me ditë për me shku në parlament, duhesh me ditë me dalë me folë me parlamentar, duhesh me ditë me udhëheq një shtet, kojta diçka tjetër. Edhe mu makona, mu po prezident, po s'di, kriministër, po s'di, edhe mu më thirë s'shkaj që s'di, unë e alo venë ati që i di, se ndo venë e uj, sër venë jamaj. Venë jam një firmë dvogër me posë, ne gips, ne diçka sene, po, ne analizë, po të tërë jo. S'ja marru në venë atina që i dinë Allah. E jo për deres diskotekës drejt e kryeministër. Për fabrikës taklit atje, drejt e kryeministër. Shkojnë të thane kështë. E ndërtesa, s'kishtë ku milonë parët. Opozit, nuk është kjo Kosova. S'ka luftu Kosova për këto. Nuk e meriton. Nuk e meriton Kosova kështë. Po, që ka ndodhë, që t'i bëjmë? E tash është Gershon. Gershon bablë. S'ka dorsëm me podarsëm më. Shkojna? Që jo vetëm X ose Y që mërpjes atje, po asë një i gjallë të Kosovës nuk ka të drejt gjërat të tilla. Te diskutoj, lërë mote, asë të ullë në taulin, lërë mote të Masi ka dalë gjumi, tash pedin si qka është mirë. Mirë po na, edhe Albin Kurti, e ka ditë që mirë të sene. Por që ta ka bo Albin Kurti demonstrata, por që ta ka gju policin, por që ta ka gju këforin, por që ta ka rëtullu kjerët e këforit policis. Por që to, oj opozit, jo që shani e ofendoni. Por që to dome që i keni po ju. Jo si popull, po të partisë juaj. Edhe ju keni bo rash, po, mira kolke. Kjo është ajo. Po dhëtë me dalë me pranu. Unë po për Allah këna gabu, atë në regull është. I pa gabush më veç zote. A më këtu nuk është gabim. Kjo është gabim me interes.
gabim profitibel. Se me që qëllimin ardhe, për ndryshe, si shpas s'ka logjik. Kështu që, mirë se dashur, kjo ke video e radhës, kështu që për fatë keq po do të me thonë, sepse unë me qef se kësha shru të ajsh, po do të me herë kujtu se që kanë bo, sepse po më nërë me aqit komplet lëvizëve të ndosje, kurse në 2013-2015 këta i kanë bo domet. Ta, LDK, PDK, AK. Miq, respekt një ka një, për se cilin, opozit, që ashtu respekt për se cilin, po, kur të pononi, 3 herë me noni, e 1 herë në shkruni. Tash, s'ka nevoj me në shku tërkush, po, nëse vjen puna në herë, 3 herë me noni, në shkruni, 3 herë me noni, 1 herë forni. Kështu që, respekt ju duhet gjithve. Opozit, like, share,